Unë shikoj që jeni edhe familjar, edhe bashkëpunoni, si më thonë. Sa e vështirë është me gjetë edhe kohë nga ana e familjes, pra me u shkput nga biznesi. Se unë shikoj vetë që kur ke një biznes është 24 orë, është komplet bota jote, si më thonë. Na ndihmon fakti që jemi të dy. Ai sa na ndihmon, aq edhe nuk na ndihmon, sepse Mario është më i angazhuar se sa unë. Fillimisht unë realisht nuk e mendoja të punoja me Marion, e parë se është partneri im dhe e dyta unë kisha bërë një shkollë tjetër, bachelorin administrim biznes, bëra një master marketing, por u përfshiva dhe tani realisht Mario më ka transmetuar pasionin e tij, e bëjmë aq me qejf sa që vështirësi ka plotë pafund, por edhe koha është shumë e limituar, jemi me 2 fëmijë, por që bëhet më lehtë duke qenë se jemi të dy dhe e bëjmë me shumë dëshirë këtë gjë. Sa të ka ndihmu shkolla ose backgroundi arsimor? Masteri më ka ndihmuar, por unë e kam dhe qef. Për shembull shitja, unë mendoj e bën ose nuk e bën, është shumë individuale. Unë mendoj që e kam aftësi, e bëj me shumë qef dhe dëshirë dhe prandaj nuk e kuptoj le të themi lodhjen. Po rrjetet sociale se e ka ndihmu, se unë shikoj që jeni shumë aktiv, domethënë, tregoni rezultate konkrete. Na ka ndihmuar sepse jemi në kohë të rrjeteve sociale. Një biznes që nuk është në internet për mua nuk ekziston. Marketingu gojë më gojë është më i miri, kemi pafund klientë që na vinë pikërisht nga kjo gjë, duke qenë se dikush është i kënaqur me Marion, ja transmeton shoqeve, shokëve, miqve të tjerë, por dhe rrjetet sociale luajnë një rol shumë të rëndësishëm dhe përpiqemi të jemi sa më aktiv, sigurisht brenda limiteve, duke treguar një proces real si ndodh, edhe pse ndonjëherë mund të jetë me dhimbje, edhe pse mund dali pak gjak, e çdo gjë tjetër. Po pak pjesën funny. A keni ndonjë kërkesë çuditshme për shkak për klientëve ose diçka që nuk bëhet ose në një rast kështu, si më thon? Funny janë këto pjesët që Marion më ngacmojnë shumë. Ashtu ë? Po unë jam mësuar. Në fillim ishte pak e vështirë për ta perceptuar, po tani jam mësuar, është pjesë e punës. Edhe ne e marrim me qeshur, domethënë për mua kjo është diçka funny. Kam një pyetje kështu, $1 milion. A ka klienti gjithmonë drejt? Jo gjithmonë drejt. Pse? Sepse ne normalisht mundohemi që t'japim çdo gjë për klientin, por siç edhe i themi që çdo piercing që vendoset është një trup i huaj që instalohet në trupin e klientit dhe automatikisht duke qenë se jemi njerëz të ndryshëm, lëkura të ndryshme dhe reagime të ndryshme, kohët e rikuperimit variojnë. Patjetër që ka edhe nga ato klientë që janë shumë sensitiv dhe lëkura e tyre nuk e pranon piercing që ta mirë mbaj apo ta pranoj në lëkurë. Ne patjetër që i suportojmë, pra deri aty ku kemi ato limitet tona i drejtojmë dhe i japim dhe një lloj mjekimi ekstra, por deri këtu. Pastaj ne nuk jemi mjek, ne nuk jemi dermatolog, ne nuk jemi të specializuar për dermatologji dhe gjëra të tilla. Pra, në momentin që ne shikojmë që gjëja jonë mbaron, i drejtojmë te një mjek që është apo stafat për këtë punë. Dhe këtu është pjesa e klientit që jo ka gjithmonë të drejtë, sepse mendojnë që duke marrë një shërbim, ti duhet i shkosh kësaj gjës deri në fund, domethënë edhe të bëhesh edhe mjeku i tyre, edhe ti bin telefonit edhe në 12 natës, edhe një natë dhe ti duhet i përgjigjesh, por nuk funksionon kështu kjo gjë. Ideja është që ne lobojmë shumë fort faktin që risku i inflamimit ekziston absolutisht në çdo piercing trupor. Ta bëj këtu, ta bëj në Amerikë, kudo që të shkoj. Mbajmë përgjegjësi për materialin, pjesën e sterilizimit dhe çdo gjë tjetër, por siç e tha dhe Mario, ka lëkura shumë sensitive që janë raste të ralla, që për shembull nuk pranojnë asnjë lloj metali, ose klienti nuk ka qenë i kujdesshëm në rutinën e përkujdesit dhe të mirëmbajtjes, dhe kjo sjell në lëndim, inflamim, mbas edhe deri në infektim. Janë raste të ralla që klienti nuk është nuk mirë kupton, pavarësisht se ne i asistojmë me konsulta dhe online dhe konsulta fizike, por siç ta thash janë raste shumë të ralla që klienti nuk e kupton dhe thotë që përgjegjësinë e ke ti. Megjithatë, unë mendoj që çdo biznes nuk mund të jesh i dashur dhe i pëlqyer nga gjithë. Tek grup mosha pak më e re, po themi 18 deri 25 vjeç. Piercing, është më shumë çka keni vure ju? Është më shumë një akt rebelimit apo është më shumë një shprehje identitetit? Kjo ka qenë në gjeneratat më përpara që ishte një akt rebelimi. Tani nuk mund ta quajmë. Ta thash vajzat sot e konsiderojnë si një vetshprehje të emocioneve, të stilit, të dinjitetit, sidomos për shembull shpimet e veshjes, sepse të gjitha futen tek piercing. Kështu që nuk mund ta quaj një akt rebelimi. Është bërë një gjë aq normale saqë nuk mund të quhet e tillë. Në vitet më përpara, po në 97-ën kur e hapëm quhej. Ishin ato gjeneratat që bënin fix piercing ishin tipa që bënin piercing për të
të shprehur atë rebelizmin e moshës kundër kohës e të tjerë. Por sot jo, sot është thjesht shprehje e emocioneve, dinjitetit, stilit personal e të tjerë. Përveç klientave të thjesht, po i quj, a vinë edhe njerëz që kanë një lloj pozite, për shembull artista ose njerëz të ndryshëm? Shumë, por përgjithsisht e kanë problem që të shfaqin imazhin e tyre. Dhe për të ruajtur privatësinë, ne kemi pamundur, thuajse të pamundur të postojmë. Megjithatë kemi shumë emra të njohur, jo vetëm tani, po dhe më përpara, se që në fillimet kur e hapëm, vinë realisht shumë. Domethënë pjesën e showbizit i kemi klient, i kemi dhe miq, absolutisht. Në esencë, cili është mesazhi që ju doni me përcjell me punën tuaj? Që dhe nëse je çift në një biznes ja del, dhe madje mendoj që në këtë rast 1+1 nuk bëjnë 2, po bëjnë 3. Super. Kjo shprehje më pëlqen, 1+1 bëjnë 3. Kur ja thosha njerëzve, sa shu.